evoluimi i njeriut, ose më mirë, evoluimi i shqiptarisë. Po shikoja hartën. Dhe këtu, në një pikë të vogël, këtu gjendet Shqipëria. Pra një hartë kaq e madhe ose një botë kaq e madhe, në një vend të vogël këtu gjendet Shqipëria. Dhe brenda asaj, pra brenda këtij territori, gjendet Vlora dhe brenda Vlorës Llakatundi. Dhe brenda Llakatundit një fshatës i vogël, Drithasi, aty ku linda. Kjo vlen, pra kjo përmbledhje vlen edhe për të gjithë ju. Merreni me mend, deri dje ne jetonim ashtu siç e keni parasysh para vitit 1990. Nuk e di kush prej jush i mban mend dhe ka jetuar para vitit 1990 dhe mban mend si kemi jetuar dhe çfarë mendonim. Por po ulem që mos rri në këmbë. S'dua të rri në këmbë dhe do ri kështu ulur, si gjithmonë këtu në shesh. Të ulem në tokë sepse kështu ndjem më mirë. Ndjem si në fshat, si në Llakatund. Dhe po thosha, merreni me mend, dëgjoni një përmbledhje që mund të bëjmë për jetën tonë, se si ka zhvilluar, si është evoluar jeta e njeriut. Dhe kryesisht ajo shqiptare, ajo shqiptarëve. Merreni me mend që deri para shumë vitesh, deri nga vitet 1900, ndoshta më tej ose ndoshta edhe më afër, gjyshit apo gjyshët tanë shkonin dhe punonin në përara që në mëngjes. Ngriheshin që në orën 4 të mëngjesit dhe vinin natën vonë. Natën iknin dhe natën vinin. Këtë e tregojnë të gjithë. E tregonte babai im, e tregonte gjyshja, e tregonin të gjithë. Dhe padyshim edhe ju. Pra një jetë monotone, pa telefona, pa televizor, pa makina, pa si mund të quhen ato, argëtime, pa asgjë prej gjëje. Dhe pastaj, lindën baballarët tanë, prindrit tanë, nëna tona. Ato pan pak më shumë. Pse? Sepse filloi telefoni i shtëpisë dhe filluan të drejtat e grave, të drejtat e prindërve, të drejtat e punëtorëve, të drejtat... Pra filluan dal nga dal. Dhe ata njohën pak zhvillimin. Në fakt, fal atij pak zhvillimi që morën atëherë, sot nëna tona përdorin edhe celularët. Shkojnë aty dhe shtypin për të përgjigjur fëmijëve. Si nëna ime për shembull. E marr telefonin dhe ndonjëherë nuk ka rrinë që ta shtyp sepse janë konsumuar mollzat e gishtave dhe ato janë touch screen. Dhe kështu që je i detyruar të bëhet ndonjëherë, nëse nuk ke, nëse ke të djegura, nuk funksionon. Kështu që po thosha, diçka pan, kurse brezi ynë pa pak më shumë. Ndonse vuajtëm edhe ne, por pas vitit 90, sepse para vitit 90 ne s'kishim asgjë. Themi të vërtetën, punonim vetëm për një copë bukë, punonim vetëm për tollona, e mani mend apo jo. Me një fjalë, mishi, ne nga fshati kishim pak më shumë, por ju që ishit në qytet për shembull, e kishit shumë vështirë. Unë mbaj mend për shembull gjyshja ime që i çonim qumësht. Ja çonim nga fshati, nga Llakatundi. Se s'kishte qumësht. Kishte një kohë ku ishte vështirësi, shumë vështirë për qumësht. Madje djath apo mish. Dhe në fshat kishte pak më shumë. Merreni me mend kooperativat nuk ishin pothuajse fare. Ishte shumë vështirë në kooperativa. Megjithatë, pas atyre vojtjeve, erdhi viti 1990 dhe ikëm. Pasi ikëm në atë kohë, vitet e para ishin të vështira sepse shkon në një vend tjetër, askush nuk të fal asgjë. Kush shkoi në Greqi, kush në Itali, kush në Gjermani, kush në Zvicër, kush në Amerikë apo ku ta di unë. Por askush nuk të fal asgjë, duhet të punosh. Dhe njohëm responsabilitetin, por njohëm diçka tjetër. Njohëm që të ishim të zgjuar, sepse ndryshe mund të të bluanin të tjerët. Pra duhet që ti të zgjoheshe dhe rizgjimi ishte madhështor. Dhe fal pikërisht këtyre vendeve. Për shembull, unë e falenderoj pafund Italinë. Sepse më dha atë çka unë nuk kisha. Nuk më dha Shqipëria. Nuk më dha. Me fjalë më shikonin si një nga fshati, nga Llakatundi. Askush nuk më dha. Me fjalë, unë përfundova në raj jo vetëm nga suksesi besoj, por edhe nga mendoj
një marsh më tepër se të tjerët, me një fjalë me lëvizjet të duhura, me pak zgjuarsi le të themi. Dhe kjo na bëri që të dinim se si të vepronim. Dikush në një formë tjetër, dikush më mirë, dikush më keq, por sidoqoftë, deri në një farmase ja arritëm. Sepse pastaj pas vitit 94-95 filluan telefonat celular. Dhe me telefonat celular ndryshoi jeta jonë. Telefoni celular na solli botën, atë që ne nuk e kishim deri dje. Mase mbani mend ju kam thënë që kur babai mori televizorin, unë qaja nga gëzimi sepse thosha babai më solli botën këtu brenda. Atë botë që unë nuk munda të shkoja. Por pas vitit 90 si thash, unë shkova dhe vizitova botën. Dhe bota më dha atë që unë kërkoja, pra që t'isha i zgjuar, t'isha informuar dhe të mund të bëja çdo gjë me zgjuarsi sepse pislëqet nuk t'japin asgjë. Pislëqet japin. Sot apo nesër do ta paguash. Kështu që mendova më mirë ashtu siç kam bërë gjithmonë, artisti. Dhe kështu vazhdova. Dhe secili prej nesh tash ka bërë rrugën e vet. Në rrugën e tij, çfarë do lloj qoftë ajo. Dhe siç u thash, celulari na dha shumë, na dha atë që ne nuk kishim pra botën, sepse me atë celularit erdhi informacioni. Normal, ka disa që din ta marrin dhe ta vjedhin, ta rrëmbejnë informacionin, ka disa që nuk arrin ta marrin. Por WhatsAppi, rrjetet sociale, të gjitha këto në fundit japin informacion. Pra erdhi bota tek ne. Merrni me mend ju nëse do të kishte një telefon një njeri i viteve 1900 ose 1800, një telefon celular. Si do ta shikonte ai? Ta shikon si diçka jashtëtoksore. Por ai nuk mund të komunikonte dot vetëm me një celular sepse duhet ta kishin të gjithë. Kështu që ky ishte zhvillimi i madh që bëri zhvillimin e çdo njeriu. Me dashje apo pa dashje, njerëzit në përgjithësi e kapën zhvillimin, e kapën informacionin, me dashje apo pa dashje, nëse disa gabimisht, sepse duke dëgjuar nga të tjerë, duke rastësisht duke kaluar nëpër video, shikojnë informacionin dhe informacioni arrin. Por ka një pjesë që e përdorin mirë këtë informacion. Në fakt, sot, viti 2026, ka 1300 e ca miliardera. Miliardera që është 30% e buxhetit botëror. Nuk kishte ndodhur kurrë një gjë e tillë. Dhe e dini se nga se u bën miliarder kaq shumë, sepse më parë ishin 2, 3, 5 maksimumi. Ja 100. Por jo 1300 sa që janë sot. Miliardera, jo milionera. Dhe këta janë bërë të pasur fal inteligjencës artificiale. Pra ishte pikërisht inteligjenca artificiale që arriti që t'i bëjë të pasur. Dhe ky është vetëm fillimi. Merreni me mend tani pas 5, 10 apo 20 vitesh, çfarë do të ndodhë. Pra, unë them që çdo shqiptar që ka bërë diçka, pra ky zhvillim që ka bërë shqiptari, e ka bërë fal informacionit, pikërisht fal informacionit. Fal këtyre botës që erdhi këtu tek telefoni, dhe jo vetëm kaq, por fal dhe shkëputjes që bëri, duke u larguar nga vendi dhe duke rënë në kontakt me njerëz të zgjuar, me një botë tjetër, me një dimension tjetër. Dhe kjo bëri që sot shumë shqiptar janë të suksesshëm. Keni miliarder shqiptar, po. Dhe keni edhe milioner shqiptar, keni disa. Unë njoh vetëm në Itali që janë të paktën një 13-14 shqiptar milionera. Kështu që e gjithë kjo pra erdhi si pasojë e informacionit. Ky ishte zhvillimi që bëri shqiptaria ose që bëri njerëzimi. Më thoni nëse unë kam të drejtë ose jo, por që ta mendoj për shembull siç po shikoja hartën, ku ishim dje, duket sigurisht e dje, viti 1990, duket dje. Ishim atje në atë pikën e zezë atje që e mos përfillshme, ose e pa përfillshme. Secili në çdo vend ku ishte, në gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe sot gjendemi diku tjetër. Por prap ai vend aty na dhem. Na dhem se aty u lindëm dhe u rritëm.
Kështu që nuk do të harrojmë kurrë. Unë kurrë nuk e harroj vendin se ku kam lindur dhe ku rrita. Por duhet patur parasysh edhe zhvillimi. Zhvillimi ishte diku tjetër. Dhe kjo është meritë të gjithëve, kryesisht personale, pastaj edhe kolektive. Ju çfarë mendimi keni? Pres dhe suksese pafund, Shqipe, kudo që t'jeni. Natën e mirë.